Eurokomisaria Marta Kos tha sot në Shkup se garanca më e mirë për eurointegrimet është e përmbushje e kritereve të kërkuara. Kryeministrat e Shqipërisë dhe Kosovës flasin për rrugën evropianeve të vendit të Ballkanit Perëndimor, thonë se kjo është më afër se kur më parë. Danela Arsovska i shkruan letër të hapur euroambasadorit Rokas, thotë se mafia ka shtet në Maqedoninë e Veriut. Turqia dhe zyrtarisht pozicionohet kundër idesë së formimit të shtetit Bektashi në Shqipëri. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Eurokomisaria Marta Kos ka deklaruar se garanca më e mirë për Maqedoninë e Veriut për të fituar betejën evropiane është plotësimi i kritereve të kërkuara. Ajo ka thënë sot në Shkup se Komisioni Evropian do të vazhdojë të theksojë rëndësinë e një dialogu konstruktiv mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë për të krijuar një frym të besimit dhe mirëkuptimit të ndërsjellët. Ndërkohë, kryeministri Hristijan Mickoski tha se nuk pranojnë imponime nën maskën e procesit evropian. Garanca më e mirë për procesin eurointegrues është përmbushja e kritereve, e ka bërë të qartë edhe një herë Eurokomisaria Marta Kos, duke folur para gazetarëve për kërkesën e palës maqedonase që Brukseli të jap garanca që nuk do të përballet me kushte të tjera nga ana e Bullgarisë në rrugën drejt BE-s. Eurokomisaria tha se synimi i Komisionit Evropian është që të hapi negociatat me Maqedoninë e Veriut sa më shpejt të jetë mundur. Ajo në konferencën e mbajtur në kuadër të samitit BE Ballkani Perëndimor tha se ky takim që u mbajt në Shkup po dëshmon se është një imperativ për të quar përpara Maqedoninë e Veriut në rrugën e saj, veçanërisht tani që disa vende të tjera po përparojnë shumë mirë drejt finalizimit të negociatave. Ne të gjithë njohim se kjo nuk është një rrugë lehtë, por tani është hapur dritarja për zgjerim dhe ne të gjithë duhet ta shfrytëzojmë këtë mundësi dhe të gjithë duhet të kontribuojnë. Jo vetëm dy shtetet, por edhe Bashkimi Evropian për dalë të një rrugë që do mundsojë që Maqedonia e Veriut të fillojë negociatat sa më shpejt të jetë mundur. E pyetur të komentoj amendamentet e eurodeputetëve bullgar ku kërkohet vendosja e termit gjuhë dhe komb modern Maqedonas, ajo tha se antarësimi në BE është mënyra më e mirë për të mbrojtur identitetin, gjuhën dhe kulturën e Maqedonisë. Identiteti nuk mund të jetë kurrë subjekt i vendimarrjes politike, por është diçka që e mbajmë në shpirtin dhe zemrën tonë. Identiteti është mënyra se si ndihemi, si e ndjejmë adeun tonë dhe si kujdesemi për traditën tonë. Për shembull, manastiret në Maqedoninë e Veriut, si miti, pasuli në tavë, punxhuri ose specat e mbushur, si mirëmbajmë kostume tradicionale, çfarë lloj marrëdhëniesh ndërtojmë me më të moshuarit në vend, çfarë lloj qëndrimi kemi ndaj ruajtjes së gjuhës sonë. Askush nuk mund t'ua heq këtë juve maqedonasve. Ndërkaq kryeministri Hristijan Mickoski tha se Maqedonia e Veriut ecën në rrugën evropiane me zemër dhe mendje të hapur duke i pranuar vlerat evropiane, por se ata i kundërshtojnë shantazhet të cilat tha ai nuk janë pjesë e atyre vlerave. Ai tha se nuk pranojnë imponime nën maskën e procesit evropian, ndërkaq shtoi se identiteti maqedonas nuk është vetëm kuzhina maqedonase. No moram da priznam da kao je poveki od 3 decenije nije izgubio. Duhet të pranoj se për më shumë se 3 dekada ne humbëm një pjesë të madhe të identitetit ton duke ndryshuar flamurin, emrin, duke ndryshuar kushtetutën disa herë dhe në kushte kur nuk ka garanca se ky do të jetë lëshimi i fundit për çështjen e identitetit. Unë do të isha shumë i kujdesshëm pasi udhëhiqem nga maksima, mos i dëgjoj çfarë flasin, shikoj çfarë bëjnë, ndërsa ata çfarë kanë bërë dhe ende e bëjnë. Një pjesë e eurodeputetëve të fqinit ton lindor nuk ka asnjë lidhje me vlerat europiane. Për mua, identiteti im nuk është vetëm kuzhina e shkëlqyer maqedonase, por është edhe Goce Delçevi, Shapkarevi, vëllezrit Mladinov, kryengritja i Lindenit, Dame Gruevi, Jane Sandanski. Duke folur për agjendën e reformave në vend, ai tha se reformat nuk janë dekorat për nevojë dhe se nuk do të presin që dikush t'i shtyjë përpara, por do të ecin vetë me plan konkret dhe me vizion të qartë.
Kryeministrat e Shqipërisë dhe të Kosovës kanë folur sot për gazetarët në Shkup, ku po marrin pjesë në samitin e Bashkimit Evropian dhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Kryeministri Edi Rama tha se plani i rritjes do të realizohet dhe se Shqipëria do t'i përmbush të gjitha detyrimet që kanë ndaj BE-s. Ndërsa kryeministri Albin Kurti tha se ky takim është i rëndësishëm për më tepër që realizohet në Shkup, vend me të cilin Kurti tha se kanë raporte të shkëlqyeshme. Shqipëria kur nuk ka qenë më afër Bashkimit Evropian, deklaroi kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili së bashku me Niko Qirin, kryeministrin Hristijan Mickovski dhe kryeministrin Kurti morën pjesë në samitin BE Ballkani Perëndimor në Shkup. Rama tha se plani do të realizohet dhe se Shqipëria do t'i përmbush të gjitha detyrimet që i ka ndaj Bashkimit Evropian. Kur nuk kemi qenë më afër realizimit të një aspirate shumë shekullore, do thoshe, dhe nga ana tjetër më vjen mirë që ka një atmosferë të përgjithshme pozitive në këtë drejtim. Jemi shumë afër, nuk kemi qenë asnjëherë më afër, jemi shumë afër dhe besoj shumë që ne do t'i përmbushim të gjitha detyrimet tona, siç kemi parapare dhe afatet me Komisionin Evropian. Për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ky takim është i rëndësishëm për më tepër që realizohet në Shkup, vend me të cilin Kurti tha se kanë raporte të shkëlqyeshme, përmendje edhe pikat e përbashkëta kufitare mes dy vendeve, po edhe aspiratat e Shkupit zyrtar për integrim në Bashkimin Evropian. Është gjithmonë kënaqësi të vi në Shkup, në këtë vend i cili është kryeqytet i një vendi antar i NATO-s, por gjithashtu edhe i një vendi që bashkarisht me të gjithë shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor aspiron të antarësohet në Bashkimin Evropian. Pas ngjarjes, kryeministri Rama vizitoi Qarshinë e vjetër, ku u prit nga nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani, me të cilin veç vizitës u ndalën edhe për kafe në Qarshi. Ndryshe, në samitin BE Ballkani Perëndimor ishte parapartë merrte pjesë edhe presidenti serb Aleksandar Vučić, megjithatë ai nuk erdhi dhe në vend të tij përfaqësues zyrtar i Serbisë ishte ministri i Integrimeve Evropiane. Mbi 40% e të rinjeve kanë qëndrim pozitiv ndaj Bashkimit Evropian, por nuk besojnë se Republika e Maqedonisë së Veriut do të hyjë në BE brenda 5 viteve. 84.6% e të rinjeve e shohin korrupsionin si pengesë kryesore për integrimin në BE. Mbi 40% e të rinjeve të vendit kanë qëndrim pozitiv ndaj BE-s, por nuk besojnë në integrim të shpejtë të vendit. Tregojnë të dhënat e anketës nga Instituti për Qeverisje të Mirë dhe Perspektiva Euroatlantike, në bashkëpunim me Qendrën Evropiane për Ekselencë, Fondacionin Gjerman për Liri Friedrich Naumann, si dhe me platformën rinore në Maqedoninë e Veriut, Studentaria. 41% e të rinjeve në vend ka një qendrim pozitiv ndaj Bashkimit Evropian, ndërkaq 24% ka një qendrim negativ, ndërsa rreth 35% janë neutral, gjë që tregon hapësirë për angazhim, por edhe mungesë të lidhjes konkrete me vlerat e BE-s. Nga atje thonë se sa i përket perspektivës së antarësimit të vendit në BE, rezultatet janë relativisht skeptike. Gati 46.5% e të anketuarve nuk besojnë fare se RMV do të bëhet pjesë e BE-s. 35.8% pranojnë se integrimi i vendit në BE do të ndodhë, por në një të ardhme më të largët. Ndërsa vetëm 6.7% mendojnë se kjo mund të ndodhë brenda 5 viteve të ardhshme. 84.6% e të rinjeve e shohin korrupsionin si pengesë kryesore për integrimin në BE. Më njëherë pasaj vijnë konfliktet bilaterale 61% dhe mungesa e besimit në institucionet 60%, faktorë që tregojnë se të rinjët e shohin situatën e brendshme politike si një sfidë kyçe për afrimin me BE-n dhe ata presin hapa të guzimshëm nga institucionet për të luftuar korrupsionin si bazë për kushte më të mira jetese dhe për të qëndruar në vend. Kur u pyetën se cili vend nga Ballkani i Perëndimor është më afër të bëhet pjesë e BE-s brenda 5 viteve të ardhshme, të rit nga vendi jepnin sondazhit 53.2% për Shqipërinë, ndërsa në vend të dytë rënditej Malezi me 34.5%, ndjekur nga Serbia me 14.7%.
dhe të tjerët me përqindje në 10%. Vetëm 8.2% besojnë se Maqedonia e Veriut do të bëhet pjesë e BE-s në këtë periudhë. Një tregues shqetësues që kërkon masa të shpejta dhe konkrete nga institucionet nacionale dhe përfaqësuesit publik për të rikthyer shpresën dhe besimin në perspektivën europiane. Thuhet në komunikatën e Institutit për Qeverisje të Mirë dhe Perspektiva Euroatlantike. Kryetaria e qytetit të Shkupit Danela Arsovska i ka dërguar një letër të hapur ambasadorit të BE-s në Maqedoninë e Veriut Mihailis Rokas, ku denoncon mungesën e reagimit institucional ndaj kërcënimeve ndaj saj dhe punonjësve të saj. Ajo thekson përfshirjen e kryetarit të komunës së Çajirit Visarganiu në një skandal të rënd kriminal me dokumente të falsifikuara dhe përfitime milionëshe. Në çdo shtet ka mafje, vetëm në Maqedoninë të Veriut mafia ka shtetin e vet. Kështu shkruan në letrën e hapur kryetaria e qytetit të Shkupit Danela Arsovska, të cilën ja ka dërguar euroambasadorit Mihailis Rokas. Arsovska kërkon ndërhyrjen e BE-s dhe përcjelljen e situatës eurokomisioneres Marta Kos, e cila ndodhet në Shkup. Në letrën e hapur drejtuar BE-s, ajo thekson se është vazhdimisht në kërcënime dhe nuk ka marrë asnjë mbrojtje nga institucionet shtetërore. Arsovska kërkon përkrahjen e BE-s në emër të drejtësisë dhe luftës kundër krimit dhe korrupsionit. Kohët e fundit kemi zbuluar një skandal të madh kriminal ku është i përfshirë kryetari i komunës së Çajirit Visarganiu dhe grupi i tij organizuar kriminal. Ky grup është i përfshirë në falsifikim të dokumenteve nga disa institucione, përmes të cilave u kanë mundësuar në mënyrë ilegale disa personave madje edhe të mitur të fitojnë miliona. Arsovska ka sqaruar në letër se ka zbuluar 152 raste penale të cilat përbëjnë kërcënim serioz për sigurinë e qytetarëve. Ai shkruan se ministri i punëve të brendshme në vend që të veprojë, bën politikë dhe rrezikon sigurinë e saj, fëmijës dhe familjes së saj, si dhe sigurinë e punonjësve të qytetit të Shkupit. Inspektorët tanë dhe punonjësit që punojnë me përkushtim në këtë çështje janë përballur me dhunë dhe forcë brutale. Gomat e makinave të tyre janë prerë me thika dhe si ata ashtu dhe unë kemi marrë kërcënime të drejta për sigurinë tonë nga personat e lidhur me Visarganiun në këtë skandal. Kryetaria e qytetit të Shkupit po ashtu shkruan në letër se si përgjigje ndaj provave që i kanë mbledhur, Prokuroria Themelore Publike ka nisur hetim. Provat e tyre janë konfirmuar nga disa institucione shtetërore, si dhe nga subjekte juridike dhe fizike, duke pasur parasysh angazhimin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, si dhe mbështetjen e përpjekjeve në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Arsovska shpreson se përfshirja e euroambasadorit jo vetëm që do të forcojë ndjekjen e drejtësisë, por do të dërgojë një mesazh të qartë se korrupsioni dhe aktivitetet kriminale nuk do të tolerohen. Kryetaria e qytetit të Shkupit Danela Arsovska javëve të fundit ka dalë drejt për drejt në Facebook në disa ndërtesa në komunën e Çajirit dhe ka denoncuar se ato janë ndërtime pa leje. Arsovska ja ka bërë me dije Ganiut se në sirtarën e saj ka 13.000 aplikime për legalizim. Në Shkup sot ka qëndruar edhe ministri i punëve të brendshme të Lituanisë Vladislav Kondratovic. Ai tha se Lituania mbështet plotësisht Maqedoninë e Veriut në rrugën e saj integruese drejt BE-s dhe se shprehu gatishmërinë e saj për të ndihmuar në rrugën evropiane. Ministri i punëve të brendshme Panço Toshkovski së bashku me homologun e tij lituanes Vladislav Kondratovic kanë nënshkruar marrëveshje për jatëvesimin e personave që qëndrojnë pa leje. Toshkovski tha se arsyeja e parë dhe kryesore pse kolegu i tij ndodhet në vend është nënshkrimi i protokollit për jatëvesim, i cili pas shumë vitesh është harmonizuar si tekst dhe sot e ka nënshkruar zyrtarisht. Pika e dytë që diskutuam dhe do të jetë thelbësore për zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ton është nënshkrimi i një marrëveshje për bashkëpunim policor, që do të përqendrohet në luftën kundër krimit organizuar, korrupsionit, migracionit të paligjshëm. Kondratovic tha se Lituania mbështet plotësisht RMV-n në rrugën e saj integruese drejt BE-s dhe shprehu gatishmërinë e saj për të ndihmuar në rrugën evropiane, për të cilën tha se në fund sjell përfitime të mëdha për qytetarët dhe funksionimin e institucioneve. Dhe potencoi se shpreson se vendi merituar i RMV-s në BE do të vijë shumë shpejt. Sot biseduam se si të përmirësojmë bashkëpunimin në fushën e punëve të brendshme, luftën kundër krimit, menaxhimin e kufive dhe migracionin, duke nënshkruar marrëveshjen për riadhesim. Ne po forcojmë më tej bashkëpunimin tonë në temën e sigurisë.
Toshkovski tha se nëpërmjet ministrit Kondratovic, Lituania shpreh mbështetjen e saj për procesin e integrimit evropian, duke bërë një përpjekje me të gjithë ekipin e tij për të qenë në dispozicion të nënpunësve policor të Maqedonisë dhe MPB-s në drejtim të përmbushjes së të gjitha kushteve dhe kritereve të përcaktuara nga BE. Ministrja Vesna Janevska tha se nga viti i ardhshëm zënësit e shkollave fillore dhe të mesme do të marrin të ftesa elektronike. Fëmijët dhe prindërit de facto nuk kanë nevojë të kenë të ftesë në duar, përveç se është një mënyrë për të shoqëruar, për të lavdëruar, për të gëzuar dhe disa për të zhgënjyer dhe për të bërë më shumë përpjekje. Nuk po e bëjmë këtë vit sepse nuk mundemi, por sepse një numër i madh i nxënësve dhe prindërve tanë nuk dinë ta bëjnë këtë, veçanërisht në zonat rurale ku nuk ka pajisje dhe internet. Njohuria digjitale duhet të ngrihet në një nivel më të lartë, pres që vitin e ardhshëm të paktën mbi 90% do të mund të përfundojnë kështu, megjithse sistemi është tashmë gati për këtë, ka thënë Janevska. Për shkak të rrezikut të përhapjes së zjarreve, ndërmarrja publike pyet kombëtare ka vendosur ndalesë lëvizje në përpyje. Ata që nuk e respektojnë këtë mazë do të dënohen me 150 deri në 2.000 euro. Ndalesa që hyri në fuqi sot vazhdon deri më 31 gusht. Që nga dita e sotme e deri më 31 gusht vendoset ndalesë plot për lëvizje në pyje dhe toka pyjore. Ndërmarrja publike pyet kombëtare informon se ndalesa vendoset për shkak të rrezikut të rritur nga paraqitja dhe përhapja e zjarreve në ambient të hapur. Lëvizja në pyje do të jetë e mundur vetëm me leje me shkrim të lëshuar nga filialja e NP Pyjet e Maqedonisë Shkup për rajonin me të cilin ekonomizon drejtoria. Ndërkaq, për mos respektimin e kësaj ndalese, individët që kapën duke lëvizur në pyje dhe toka pyjore do të gjobiten me gjop prej 1.500 deri në 2.000 euro në kundërvlerë të denarit. Për mos respektimin e kësaj ndalese, individët që kapën duke lëvizur në pyje dhe toka pyjore në përputhje me nenin 106 të ligjit për pyjet, do të gjobiten me gjop prej 1.500 deri në 2.000 euro në kundërvlerë të denarit. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave, më 26 qershor ka dhënë pëlqim për ndalesë të plotë për lëvizje në pyje dhe tokë pyjore, mas që hyn në fuqi nga 1 korriku 2025 dhe do të zgjas deri më 31 tetor 2025. Lëvizja në pyje dhe toka pyjore nuk vlen për punonjësit e NP Pyjet Kombëtare Shkup dhe degët e saj, si dhe për punonjësit e Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Mbrojtjes, Policisë Pyjore, Qendrës për Menaxhimin e Krizave, Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Inspektoratit Shtetëror për Pylltari dhe Gjueti, subjektet që kryejnë aktivitete pyjore, si prerje, furnizim dhe transport të drurit dhe asortimenteve të drurit në zonat e menaxhuara nga NP Pyjet Kombëtare Shkup, antarët e shërbimit të rojeve të gjahut dhe për personat që kanë leje me shkrim për të lëvizur në pyje. Turqia i kërkoi zyrtarisht qeverisë shqiptare të mos avancojë me krimin e një shteti Bektashi dhe po ashtu të stopoj iniciativën e prezantuar nga kryeministri Rama për një republikë fetare brenda shtetit shqiptar. Kjo kërkesë është përcjell palës shqiptare nga kreu i Komisionit të Jashtëm të Turqisë me Fuat Oktay, i cili këtë të hënë nisi një seri takimesh në Tiranë në krye të një delegacioni ligjvënës turq. Qëndrimin e palës turke në lidhje me këtë temë zbuloi për media deputeti opozitës Kreshnik Çollaku, sipas të cilit pozicioni i shtetit turk në lidhje me këtë çështje është tashmë i qartë për institucionet shqiptare që përputhet me opozitën. Edhe në këtë takim delegacioni turk ka përsëritur kërkesën për pastrimin e vendit nga ata të cilët i cilëson antar të organizatës terroriste FETÖ. Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të konstituohet as pas përpjekjes së 40 në radhë për shkak të mungesës së votave për votimin e kryetarit të kuvendit. Kryesuesi i seancës deputeti Avnit Dehari, ashtu sikurse nga 1 maj 2025 propozoi krijimin e një komisioni ad hoc për votimin e fshehtë të kryetarit të kuvendit, por të gjitha grupet parlamentare përpos lëvizjes vetëvendosje nuk e mbështetën krijimin e tij, duke mos propozuar antarin e tyre për këtë komision.
Nga 100 deputetët e pranishëm në sallë, vetëm 51 vota ishin pro formimit të këtij komisioni për votimin e fshet të krye parlamentarit, ndërsa kundër dhe abstenime nuk pati. Seanca vazhdon me 3 korrik, me 28 qershor u zhvillua një takim midis krerëve të partive parlamentare me qëllim të gjetjes së një konsensusi politik për formimin e institucioneve të reja, por pa rezultate konkrete. Me 26 qershor, gjykata kushtetuese e Kosovës nxori vendimin ku konstatoi që seanca konstituive e legjislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës duhet të përfundojë më së voni për 30 ditë, pra deri më 26 korrik. Danimarka ka marrë zyrtarisht presidencën e radhës 6 mujore të Bashkimit Evropian, duke trashëguar këtë rol nga Polonia gjatë mandatit të saj që zgjat deri më 31 dhjetor 2025. Danimarka pritet të fokusohet në një seri çështjesh kyçe për të ardhmen e bllokut, përfshirë mbrojtjen, konkurrshmërinë, tranzicionin e gjelbër, migracionin dhe zgjerimin e BE-s në sloganin një Evropë e fortë në një botë të ndryshëm. Presidenca daneze synon të luajë një rol vendimtar në drejtimin e agjendës evropiane në një periudhë sfiduese për kontinentin si në aspektin gjeopolitik, ashtu edhe në atë ekonomik. Në plan të parë, Kopenhaga do të punojë për forcimin e autonomisë strategjike të BE-s në fushën e mbrojtjes, një temë që ka marrë rëndësi të veçantë pas zhvillimeve të fundit globale. Po ashtu pritet të intensifikohen përpjekjet për të rritur konkurrshmërinë e tregjeve evropiane në një kohë kur rivaliteti me ekonomitë kryesore botërore është në rritje. Gjithashtu Danimarka do të adresojë sfidat e migracionit të parregullsi dhe do të mbështesë procesin e zgjerimit të BE-s, veçanërisht në lidhje me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Ukrainën. Vjojnë përplasjet e ashpra mes presidentit Amerikan Donald Trump dhe ish aleatit të tij njëkohësisht njeriut më të pasur të botës Elon Musk. Kreu i shtëpisë së bardhë sulmoi ashpër miliarderin duke shkruar në Truth Social se bizneset e Elon Musk ekzistojnë dhe kanë mbijetuar vetëm fal subvencioneve nga shteti Amerikan. Elon Musk e dinte shumë mirë, shumë kohë përpara se të mos mbështetëse fuqishëm për president që unë kam qenë gjithmonë kundër rregullarave të detyrueshme për makinat elektrike. Është një politikë qesharake dhe gjithmonë ka qenë një pjesë e rëndësishme e fushatës sime. Makinat elektrike janë në rregull, por askush nuk duhet të detyrohet të blejë një gjë të tillë, ka shkruar presidenti Trump. Ai shtoi se Musk ka përfituar më shumë ndihma financiare se çdo njeri tjetër në historinë moderne. Pas subvencione, Elon ndoshta do ta mbyllte gjithçka dhe do të kthehej në shtëpinë në Afrikën e Jugut. Asnjë lëshim raketash, asnjë satelit, asnjë prodhim makinash elektrike dhe vendi ynë do të kursente një pasuri të madhe, ka deklaruar Donald Trump. Një valë të nxehtit po vazhdon në të gjithë Evropën me Francën, Spanjën, Italinë, Portugalinë dhe Gjermaninë në alarm për nxehtësi. Në Francë, një alarm i kuq paralajmërimi më i lartë për nxehtësi ekstrem është në fuqi me 16 departamente përfshirë Parisin, ku maja e kullës Eiffel është e mbyllur, ndërsa 2 persona kanë vdekur në Itali për shkak të rritjes së temperaturave, ndërsa 50.000 janë evakuuar për shkak të zjarreve në Turqinë perëndimore. Pjesë e Portugalisë dhe Spanjës regjistruan temperaturat më të larta të qershorit këtë javë, pasi temperaturat arritën në 46 gradë Celsius. Në Anglinë juglindore temperaturat mund të arrijnë deri në 35 gradë Celsius sot, por do të jetë më ndryshueshme për pjesën tjetër të Mbretërisë së Bashkuar. Ndërkohë Gjermania shënoi ditën më të nxehtë të këtij viti. Kjo është e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.